Policia e Firit ka qenë e para që është vënë në lëvizje për protestën e një dite më parë të opozitës, që bllokoi disa akse rrugore mes të cilave dhe ato të rreth rrotullimit të plukut në Lushnjë. Vetëm pak orë pas përfundimit të protestës, Blut e Firit i ka dërguar emrat e organizatorëve prokurorisë për të nisur procedimin penal. Sipas policisë janë proceduar për tubim të palishëm dhe pengim të qarkullimit të mjeteve të transportit. Organizatorët e protestës që janë Arben Ristani, Myslim Murizi, Liliana Elmazi, Roland Bejko, Lefter Maliqi, Luan Baçi, Agron Kaplani. Gjithashtu policia thotë se janë identifikuar si pjesëmarrës në këtë tubim 117 persona, të cilët pjesa më e madhe janë banorë të rrethit Lushnjë, Divjak, Berat, Fier dhe Mallakastër. Policia bën me dije se për dokumentimin e tubimit të palishëm janë dorëzuar në prokurori dhe 3 DVD me pamje filmike dhe fotografi të tubimit. Ndërkohë e njëjta rrugë do të ndiqet nga drejtoritë vendore të gjitha rretheve ku u kryen protesta. Edhe policia e shtetit ka bërë me dije se ka bërë dokumentimin e nevojshëm për procedimin penal për pjesëmarrësit në protestën e palishme, mes të cilëve dhe drejtuesit e protestës.